Përshëndetje, nuk është hera e parë që Partia Demokratike ngre zërin për anomalit që lidhen me administrimin dhe menaxhimin e pyjeve, kullotave dhe zonave të mbrojtura. Krahas anomalive ligjore të krijuara dhe denoncuara nga ne, nga të dhënat e administruara, nga regjistrat e tenderave, vërhet krijimi i monopoleve nga subjekte preferencial të lidhur me zyrtar apo ish zyrtar shtetëror, ndërkohë që mbi 800 inxhinier pyesh janë pa punë, duke u privuar kështu nga e drejta për të ushtruar profesionin e tyre qoftë edhe në mënyrë private. Sipas Open Procurement, konstatohet se procedurat e prokurimit me objekt hartimi i planeve të mbarshtimit të fondit pyjor dhe kullosor në zona të ndryshme shkojnë te një grusht operatorësh. Kryeson subjekti lurimi SHPK në pronësi të ish kreut të IKMT Dibër, Lutfi Miftari, i akuzuar për korrupsion. Ky subjekt sipas Open Corporates ka përfituar mbi 1 milion euro nga bashkitë Prenjas, Bulqiz, Shkodër, Cërik, Tepelen, Tiranë, Pogradec, Dropull, Përmet e tjerë. Subjekt tjetër, Djava Consulting SHPK me pronare zonjën Vjollca Diku, e cila ka mbajtur detyrën e drejtoreshës në administratën shtetërore pranë Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura. Ky subjekt ka përfituar mbi 600.000 euro nga bashkitë Shkodër dhe Tiranë. Subjektet të tjerë, Deja SHPK dhe Arabel Studio SHPK, e kjo e fundit në pronësi të zonjës Ana Nishku, akuzuar për veprën penale falsifikimi dokumentave, e cila ka qenë një nga të arrestuarit e SPAK për tenderin e bashkisë Bulqiz që penalizoi Lefter Allën. Ekspertët e pyjeve, pjesë e strukturave të Partisë Demokratike, kanë denoncuar se 1. Planet thjesht kopjohen nga ish planet e vjetra të mbarshtimit. 2. Është e pamundur që një subjekt të hartojë 2, 3 apo 4 plane mbarshtimi në një vit. 3. Nëse vizitohet terreni për verifikimin e punimeve të kryera, nuk gjendet asnjë shenjë ndarëse e ekonomive, ngastrave apo nën ngastrave sipas kërkesave të manualit. 4. Nuk gjenden sipërfaqe prove të inventarizimit të grumbujve pyjor të materializuara në terren. 5. Mungojnë raporte monitorimi në terren nga strukturat të Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit. Dhe 6. Shpenzimet për hartimin e këtyre planeve janë marramendse. Ato përgjithsisht janë të papërditësuara në kadastrin e fondit pyjor dhe nuk janë të firmosura nga hartuesit e tyre. Duke qenë se Ministrja e Linjës Mirela Kumbaro nuk ka reaguar për të marrë masa lidhur me këto konstatime, Partia Demokratike kërkon nga organet e hetimit të nisin menjëherë procedurat ligjore për të identifikuar dhe penalizuar shkelësit e ligjit. Pasuria kombëtare është e shqiptarëve, nuk është as e ministrave, as e drejtorëve, as e zyrtarëve të kësaj qeverie të korruptuar. Faleminderit.